siç u paraqit edhe nga moderatori, titulli i argumentit tim është ky që u tha, koncepti për jetën, vdekjen, ringjalljen, rikthimin, vdekjen e përkohshme, përjetësinë dhe amësimin në vështrim antropologjik i bazën e trashëgimisë shqiptare, kryesisht në kanun dhe epos, ndonjëherë dhe në balladat. Kjo parashtresë ka për qëllim që të parafrojë me qëllimin e kësaj konference një përvojë kërkimesh dhe studimesh në rrafshin e antropologjisë kulturore shqiptare dhe ballkanike për përjetimin e dhimbjes, imagjinimin e dhimbjes tragjike, heroike dhe të zakonshme, vetjaka apo të bashkësisë, qoftë sipas një kujtese të kryehershme, kryesisht në rendin tradicional etno-juridik, i njohur si rendi i kanuneve apo rendi i besës, si dhe në një rend edhe më të hershëm që njihet si eposi i kreshnikëve, eposi legjendar, ndryshe dhe rendi i besës apo i betimit. Her pas here lejohemi të drejtohemi edhe disa të dhënave të baladave mesjetare shqiptare dhe ballkanase. Të dy këto rrafshe u mbishkruhen, por jo do e mos, edhe duke ju brenda shkruar ligjërimit parashkrimor, ungjillor dhe liturgjik, duke ndërthurur 3 shkallë mendësie të lidhura me kalendarin e lindjes dhe zhvillimit të jetës në tokë. Janë 3 shkallët e mirë njohura, që janë edhe 3 mendësi të ndryshme, kaosi apo fillimi primordial, kronosi apo koha lineare, koha e vijueshme, koha me rend, koha kur njerëzit pranojnë rendin e hyjnive, dhe kairos, koha vetjake apo jeta e njeriut, jeta e njeriut e përkufizuar si jetiru. Falënderimet e mia ruhen për Qendrën Shqiptare të Federatës së Dhimbjes dhe për profesor Apostol Vason, që vlerësuan mundësinë e pjesëmarrjes time në këtë kumtim, nga vështrimi i një nëndisciplinë të afërt, duke qenë i vetëdijshëm se sa do t'i vjoj në këtë prezantim mund të ngjaj edhe si kumti një outsideri, por shpresoj që të mos ju shgënjej. Kundrejt argumentit të premtuar, objekti i kërkimit këtij kumti parashtrohet me këtë rend. E para është udhëtimi i të vdekurit me kokën e vet nën sqetull, një metaforë e vet fatit historik të Ballkanasve, të bekuar nga historia, po aq sa dhe të ndëshkuar prej rrjedhave të saj. I vdekuri me këmbët e veta, që megjithatë, ashtu kokëprer, vazhdon të jetë një qenje që mendon dhe me zotësit ku vendoj me botën e këndejme. Njësohet në balladat mesjetare me emrin e Miloš Kopiliqit, kurse në këngët e slavëve të jugut, Miloš Obiliq, krye hero historik në betejën e Fushë Kosovës më 1389, po aq i përhapur dhe në këngët historike popullore bullgare, greke, polake dhe çeke. Përjetimi fatal tronditës i dhimbjes së kryeheroit të kësaj beteje, për balancën humbës fitues të së cilës diskutohet ende, është megalizuar, është madhështuar përmes fatit të kryepremit, që udhëton tragjikisht midis të gjallëve të vdekurve, duke mos i kursyer mallkimet për ata që nuk besojnë se ai mund të mendojë, edhe kur mendojë, edhe me kryet e vet në sqetull. Duke qenë se për etnicitetin e këtij heroi ndahen i natshëm, sidomos shqiptarë dhe serb, secili pretendon që e ka të vetin, në shqyrtimin ton, përbaras largësi, jemi përmbajtur botimit në shqip dhe anglisht Ana Dilelios dhe Robert Elsit, 2 albanolog të njohur. Në këtë ilustrim që kemi në këtë faqe, në anën e majt është figura e Miloš Kopiliqit në një ikonë që gjendet në manastirin e Hilandarit, dhe siç shihet këtu është më shumë krah prem se sa krye prem, ndërsa në anën e djathtë është koleksioni prej 8 këngësh i Ana Dilelios dhe Robert Elsit për ciklin e betejës së Fushë Kosovës, që përmban 8 këngë, të gjitha në shqip, por dhe të përkthyer në këtë pamje të tanishme. Dhe krahun e majt mund të shihni përkthimin e tyre në gjuhën angleze, ndërsa në krahun e djathtë është një prej teksteve në gjuhën shqip, ku paraqitet pikërisht njeriu që është në gjendje të mendojë me një
me pjesën më të rëndësishme të trupit të munguar. Njeriu me kokë të munguar do të thoshim që bën këtë dialog me ata që nuk besojnë se ai mund të jetë kuvendues me ta. Me i herë kryet Miloshit ja kanë pre, kyr Çabani Milosh Kopiliqi, kryet në sqetull e kish pas marë, ajte tu shkue në Sallabanj, ku a shkue, një grue e një qik kishin thanë, që aty Miloshin e kanë pa, që aty qika që kishë thanë, e morinan këqyre, një njeri pa krye që shpa ecë, unë pa krye e ju mbet që i pasy. Si shpo përmenda pak më përpara një ikonografinë më të hershme, portreti Milosh Kopiliqit që njohet më shumë si krah prem dhe jo si krye prem, po me sa duket është një lloj figure, edhe për një arsye që do ta trajtoj më poshtë, më në vijim, sepse krye premi gjendet edhe në disa forma të tjera të ikonografisë. Njeriu me kokën e prerë në sqetull që vazhdon të jetë Homo sapiens është edhe në shtresa më të hershme. Me interes është se një nga këngat më të vjetra serbe, siç mund të duket edhe nga alfabeti në imazhin që shihet në krahun e majt, protagonizmi i Milosh Kopiliqit paraqitet edhe në një këngë, një cikël tjetër, në ciklin e këngëve për Musa Arbanasin, i njësuar duket qartazi në histori me emrin etnik të shqiptarëve Arbanasi. Madje është 2 herë Çak Udari Musa Arbanasi dhe pastaj kemi në fund Isa Nime Puti Arbanasi. Dhe me ta udhtonte edhe udhtonin dhe shqiptarët. Në trashëgiminë folklorike shqiptare, cikli i këngëve të betejës së Fushë Kosovës, 8 këngë, përbën kufirin midis eposit heroik legjendar, mbylljen e tij, dhe eposit historik, fillimin e tij. Me shumë gjas, shëmbulltyra figurës së Milosh Kopiliqit, njeriu të vetëm të 2 epikave që mendon me kokë të prerë, është modeluar sipas 2 arketipeve të mëhershëm. Shëngjon Pakzorit, mund ta shohim ikonën e Shëngjon Pakzorit në anën e majt, një nga ikonat më të njohura të tij, dhe Shëngjon Vladimirit, Zeti Jovan Vladimir, shenjti Ballkanas që i bashkon të gjithë me mrekullitë dhe kultet e tij, por i ndan me diskutimin për parësinë mbi origjinën. Ikona e Shëngjon Vladimir që shihet me kokë të prerë, gjendet në manastirin e Ardenicës dhe është familja Topiaj ka qenë këtitore e kësaj ikone, ndër të tjera Topijat janë brenda kompozimit të saj, por sot nuk është vendi për të shpjeguar praninë e Topijajve në ikonografi. Argumenti i dytë, raportet midis jetës, vdekjes, amshimit, përjetësisë e ringjalljes në traditën shqiptare janë të rregulluara sipas kategorive biblike ungjillore, por kundrejt këtyre kategorive qëndrojnë përfytyrimet popullore tradicionale, fantazimi tradicional, në të shumtën e herës me përmbajtje të pavjetëdijshme që shkon deri në kufijtë e herezisë apo të blasfemisë. Refuzimi i vdekjes në formë manifestative, spektakolare, përmes gjamës së burrave të fisit, krahinës, flamurit, në vend të pranimit të vetdijes së krishterë, që ikja nga kjo jetë është fat për të qenë pranë hyjit. Ringjallja të vdekurit me të njëjtin besim të ringjalljes së parë, të shprehur përmes ciklit mahnitës të këngëve të Llazoreve, po ashtu dhe të evangelizmojit, të rushajave, të pentekostisë, të vistozit. Vdekja e përkohshme dhe zgjimi pas 100 vjetësh në këngët epike legjendare. Mbyllja në zgafell dhe fshehja në të gjallë se kjo botë nuk është më e jona. Kulti i 40 ditëve të pritjes së fjetjes së shpirtit të vdekurit, në mos të rikthimit fizik dhe shpirtëror, dhe njohja e shtatëzanisë së gruas brenda këtyre 40 ditëve pas largimit të gjallit, njësoj si në 40 ditët e Eksodit, 40 ditët e Lehonisë, pajtimi formal i kanonit me kanonin për bashkëbisedimin e të gjallit me të vdekurin, në të vetmen ditë aliturgjika në të cilën është e lejushme që i gjallit të bashkëbisedoj me të vdekurin, në ato që quhet eshtuna e shpirtrave, ndonjëherë eshtuna e të shumtëve, edhe eshtuna e të shuemve, për të kthyer
që të mbaroj premtimin, besën apo beslidhjen, urimi krejt antinorm, ternofsh, aternofsh. Mendësia më mirë pranë familjes se pranë hyjit janë disa nga dukurit e zbulimit të këtyre raporteve në rrafsh antropologjik. Mbi vendosje semantike e kryqëzime mendësish për shkak të rimbushjes kuptimore të fjalëve në stile të ndryshme, ligjërimi shprehen gjithashtu tek kushtizimet kuptimore ndërmjet koncepteve gjallë, ngjall, i ngjallun, ngjallje, ringjallje, mëtej gjell, gjëllin, gjallon, zëvendësuar qysh në fund të mesjetës me jetë dhe jetoj. Por një analizë më e thellë historike, gjuhësore dhe etnografike mund të parafrojë në të njëjtën zgjedhje semantike edhe gjam, atë që përmendëm pak më parë, me sa duket në krye të herës me thirrjen ngjallma, si në frazeologjitë në të gjallme, mu duke gjallme dhe shumë të tjera që janë si këto. Duke qenë se në kësaj audiencë, siç kam mësuar duke u përgatitur për këtë kumtesë, u duket më e pëlqyeshme që ndërlidhjet midis koncepteve të paraqiten në formë të geometrizuar, në këtë cikël rrathesh të bashkëqendruar jam përpjekur që të provoj lidhjet midis fjalës qendër gjallë, gjallmë, gjam, gjamon, gjëmon dhe pjesën tjetër të qendrës kuptimore që është shumë e studiuar nga gjuhëtarët, i ngjallë, i gjallë, ringjallje, ngjall, ringjall, gjell dhe në fund i jetës zëvendësuar në fundin e mesjetës. Etnografikisht, gjama e malësorëve duhet të qenë lutja e fundme e të gjallëve për ta kthyer të shuemin ndër të gjallët. Lutje për gjallënimin e të vdekurit që i bëhej gjama. Mos pjesëmarrja e meshtarit në ritet e fundme të vdekjes tek shqiptarët katolik në rastin e zbatimit të gjamës, ka të ngjarë të shpjegohet pikërisht me mospajtimin kanonik të konceptit doktrinar mbi ringjalljen, me konceptin etnografik të eternimit, ternofsh, rnofsh, ternofsh, eternofsh, mbi këtë botë. Njëri koncept shpreh ndaj shkrimin e eternitetit perëndis atë, kundrejt konceptit të përkohshmërisë së vdektarëve. Kurse tjetri është i njeh edhe vdektarit, koncepti laik që shprehet përmes gjamës, i njeh edhe vdektarit përjetësinë, e cila qysh në letësinë biblike të parakrishterë ishte kthyer në një mallkim. Mjafton të kujtojmë mallkimin që gjendet në gjuhën shqipe, mos vdek shkurr, njeriu pa kufij midis jetës dhe vdekjes, që në një farë mënyre Rembrandt e ka shprehur me pikturën Juif errant, hebreu i pavdekshëm, hebreu që zot dhe asnjëherë. Sepse shplish kufit e jetës në përgjithësi. Kjo ndërthurje kuptimesh kundërthënëse gjendet edhe në letërsinë martirologjike të arbreshve, si gjella e shëlmërisë Vigër e Jul Varibobës, ku gjëma mbart kuptimin e katastrofës, që është e papajtueshme me kanonin kishtar, mbart konceptin e humbjes së pakthyeshme. Vdekja është, siç thuhet në vargjet, u vihem e thërres, ty ku më vajte mëm, mos më le të vdes, pjakosur me këtë gjëmë. Vdekja barazohet me gjamën, është një tjetër shprehje e refuzimit të jetës në emër të përjetësisë apo të eternitetit. Se si ka qenë e mundur që ligjërimet e kryehershme ungjillore, eposikrestrikme, tradita etnojuridike të ruhet në formula dhe idioma me kuptime të kriptuara, siç u munduam të paraqesim pak më parë, të cilat mund të identifikohen vetëm përmes historisë së përmbajtjes semantike të tyre. Këto e kanë sqaruar më mirë nga të gjithë ata që njihen si teoricienët e oralitetit, Milan Peri e Albert Lord, gjithashtu dhe albanolog, slavist, helenist, përmes nocionit të formulës së gatshme si një grup fjalësh që përdoren rregullisht në gjithat kushte metrike për të dhënë një ide thelbësore dhe në mënyrë të përsëritur. E kam parë me vend që të paraqes se si përshkruhet në kanunin e dialekt Dukagjenit gjama e malësorëve, dhe këtu jam referuar një botimi shumë të tanishëm të
një versionit të ri të kodit të kanunit lek dukagjinit, i atë shtjepën të çodit, por i plotësuar me shënime, me hymje dhe me disa shtesa nga atë Benedikt Dema, që është ky në vijim. Gjamtarët rreshtohen tu e ba gjysmë rrethi ka i dekuni. Tu e ba gjam, burnimi grishten e tundin grarorin, duke e goditur, gratë vajtojnë, por nuk grishten, kanu është me ba gjam bitë vdekurin 3 herë. Tu e përsëritur fjalët, i mirë i unë 9 herësh. Siç e thash edhe më parë, ka një mos pajtim midis ritit të krishterë dhe ritit etnozakonor, për shkak se gjama nuk është kanonike, por kodifikuesi i kanonit ka bërë një përpjekje për të gjetur një pajtim përmes shenjimit të trinis me 3 herë dhe shenjimit të dytë të trinis me 9 herë. Këto janë 2 kanonet të cilat u jemi referuar, kanoni i lek dukagjinit i botuar në vitin 1933 dhe kanoni i lek dukagjinit i jo ribotim, botimi i dytë, kush ketë interes është shumë i sakt, i plotësuar me shënime dhe me disa parathënie që shërbejnë për të udhëzuar edhe kërkimet antropologjike, antropojuridike në vijim. Po citoj si e thot atë Bernardin Pala në parathënien e këtij botimi të dytë, gjamën nuk e pret. Po bëjmë fjalë që është koncepti i një meshtari, të cilit nuk i lejohet të shkojë të asistojë në gjamë. Por thot, a ka gjamë më të burnueshme për njerin se me e pa tatën që mbet pa djalë, tu e dhanë besë, por tu e përbujt gjaksin që i ra ndore më në shtëpi vet, çka më të vështirë se me e pa gjaksin tu ra përmbys, bashkë me gjamatarët e tjerë, përmbit vetmin djalë e me nderu veç shtjerësh, për mos me shkel kanonin, në atë ditë të degës së djalit vet, ai tata që mbeti pa djalë. Është një nga gjërat më të mrekullueshme që mund të lexohen në lidhje me mburjen e gjamës si një traditë shumë shekullore, që vjen që prej vajtuesve të tragjedive të Eskilit, ndërkohë që ati vetë, këtij meshtari nuk i lejohet që të shkojë të asistojë në rite. Sublimimi i dhimbës familjes krahinës flamurit, përsëritet 3 herë se ku duhet të sublimohet dhimbja. Etnografikisht duhet të qenë lutja e fundme e të gjallëve për të kthyer të vdekurin midis tyre. Sepse, sipas rendit kanonor, familja është një të mbledhur gjymtyrë që gjallisin në një kulm, qëllimi të cilëve është të shtuamit të gjindjes, nëpërmjet martesës, të mkambunit të tyre, ka ndërvillimi i shtatit e ka zhvillimi i mendjes e i shisës. Edhe në vijim, geometrikisht me përpjekur ta shprehim me figurën në krahun e majt, se si ndërlidhen mes tyre familja, famullia, famulli, fijani, edhe gjuhësisht të bashkërenditur në një kod semantik të përbashkët. Në traditën gojore, shpejt do marrë. Në traditën gojore etnojuridike shqiptare, një prej jurimeve më të njohura është rënofsh, ternofsh, në disa vise edhe eternofsh. Në burim lidhet me rënjë greqishte eteros, në latinisht etherum, eternalis, eternare, me kuptimin përjetësoj, përjetësi, përjetëshëm, të jetosh përjetësisht. Një ndajshkrim që ishte rezervuar hyjnive qysh në periudhën pagane, në periudhën mitologjike, duke i rezervuar ekskluzivitetin e përjetësisë hyjnive. Kushtëzimet ndërmjet ligjërimit ungjillor, pajtuese mos pajtuese, në një kahje o kundërthënëse, me atë etnojuridik mund të kuptohen brenda thënies së Shën Agustinit, evokuar edhe nga filozofët e sotëm, që në beslidhjen e vjetër, beslidhja e re është e fshehur, në beslidhjen e re e vjetra është shpallur. Pak a shumë kështu qëndrojnë raportet midis ungjive dhe kanuneve. Siç e pohova pak më parë, patëm përfytyrimin e një portreti të
një prej botuesve të eposit të Kreshnikëve, atë Bernardin Palajt, i cili e bekon në një mënyrë shumë fisnike rritin e gjamës, pavarësisht se nuk i lejohet të marrë pjesë, sepse përjetësia nuk u takon të vdekshme. Po, ky ka qenë një problem i gjatë i jetës kishtare në Shqipëri. Dhe këtu kam zgjedhur jo rastësisht dy fletë të mallkimeve që lëshohen prej i peshkvit të Ejtën e Madhe, të shkruara në vitin 1744, sikur se dihet, të Ejtën e Madhe lëshohen bekime dhe urata, nuk lëshohen mallkime, por gjendja kishtare asaj periudhe ka qenë shumë e ndërlikuar për shkak të konvertimit të shqiptarëve në fenë e ardhur, ose të martesave të poligamisë, thanë shumë qartë, apo të martesave të krishterëve me jo të krishterë, dhe në këto dy fletë shkruar në Shqip, shumë, sa i bie 3 shekuj më përpara, ka edhe një porosi që priftnit përpara se të vendosin të shkojnë apo të mos shkojnë për të marrë pjesë në një ceremoni gjame apo në një ceremoni të refuzimit të vdekjes, të pyesin të zotët e shtëpisë nëse duan të përcillen me urat apo të përcillen me gjam. Nëse vendosin që të përcillet me gjam, prifti nuk duhet të marrë pjesë. Pjesa e tretë dhe e fundit është si disa forma të paraqitjes së ëndrës për përjetësinë të trashëgimin folklorike shqiptare, si mendësi mitologjike sakrale në këngët epike si Muj mbas vdeket, Halili mbas vdeket, ku Kreshniku zgjohet 100 vjet pasi ka vdekur për të kryer detyrën e tij dhe i duket sikur sa ka marrë një sy gjumë, pastaj është cikli plot i këngëve rituale sanktuale që këndohen ditën e Shënlazrit apo cikli i Llazoreve, në të cilat ringjallja respekton shembulltyrën ungjillore në mënyrë kanonike, duke u interesuar në për ciklin e këngëve të Llazoreve, të cilat tek shqiptarët, sikundë edhe në popujt tjerë të Ballkanit, janë me karakter ritual. Por për shkak të desakralizimit dhe të shpërmbajtësimit prej kumtit të kryehershëm, edhe me trajtim dhe ngjyresa humoristike, si këngë të përshtatura për festimin e Pashkës nga fëmijët, për të shoqëruar ritin e thirrjes dhuratave dhe bekimit me urata, gjeta një varg të mbetur rastësisht jashtë këtij konteksti, ku më sa duket ruhet një gjurmë e tronditjes së udhëtimit në një botë të përteme. Fëmijët përpara se të kërkojnë vezët e Pashkëve apo ëmbëlsirat, para se të bëjnë urimet për festën, vit më vit këndojnë vargje që i kemi gjetur gjatë një ekspedite të një bartësi në këngë popullore të Bregdetase. Kënga kjo është, e kemi botuar, duket më shumë si këngë popullore se sa si një shembulltyr ungjillore, mirë se u gjejmë o zotëni, pa dëgjoni diatri se që bën në Bithani, erdhi Krishti me fuqi, të haset me mikën e tij, qedhe Llazari aty 4 ditë i vdekuri, s'besuan në Perëndi, u ngritën e vanë pas tij të shihnin ç'bën ai dhe foli se Perëndi ngriu o mik, ç'bën aty, edhe Llazari u ngre, lidhur si kundërqe, populli që ishte atje ranë mbi gjunjë e mbi dhe. Po ndale vetëm tek vargu i fundit, vargjet e fundit, pa shkriqe, pa dridhme, pa shumë ulurim, nëmën një pikë ujë, ta lak gjuhën edhe unë, edhe mos më pijeni më se të gjithët do vjeni atje. Mos më pyeni më, pra drejt për së drejti është refuzimi i kalimit në jetën tjetër. Siç thuhet në gjuhën e shqipe, edhe sot në gjuhën shqipe, mos pyet, si që. Në formë sakrale gjithashtu në këngët e ungjillizimit, të ringjalljes, por në kuptimin që ka pasur në kryeherë kur Pashka kuptohej si kalim i zemërimit Perëndis, e këtu është një prej rasteve kur njeriu paraqitet dhe si aleati çdo gjë e gjallë në këtë tokë, ikni gjarpinj, ikni shtërpinj, ikni shtaz dhe ju minj, se arrin evangelizmoj, t'ju preset, t'ju shurtoj, t'ju hedh në prua, t'ju haj qenë e langua. Doja të përmblidhja pak, se si është e mundur që në trashëgimin gojore shqiptare, dhe jo vetëm shqiptare, po thuaj se të gjithë popujve të Ballkanit, rezultojnë këngë të cilat i lejojnë bashkëbisedimin e të vdekurit, e të gjallit me të vdekurin, dhe madje edhe thirrjen e të vdekurit për të ngritur nga barri dhe për të kryer detyrën që nuk e ka realizuar në jetë. Për këtë unë jam referuar një teksti shumë të
realizuar nga kolegët tanë Francesco Altimari e Giovanna Nanci, të cilët bëjnë fjalë për balladën e vllajt të vdekur dhe kalërimit fantastik, për një varg të vetëm, dhe me këtë do ta mbyll, poezia e bashkëbisedimit të nënës me Konstantinin e vdekur që duhet të ngrihet dhe të kthejë motrën në gjini, nis me vargun kur pra e shtunja për shpirt. Ju ndih të krishterëve, dolli e vate ajo më bëkish, te kish varet e bive, jo në një ditë tjetër. Në të vetmen ditë që mund të shkonte për të biseduar me Konstantinin dhe për të kërkuar mbajtjen e premtimit ishte kur vinte e shtunja për shpirt, një prej 5 të shtunave sakrale që kanë në trashëgimin e arbëreshve, jo vetëm të arbëreshve, por edhe në Shqipëri, e shtuna e Shën Lazarit, e shtuna e para Pashkës, e shtuna e Ristozit, e shtuna e Pentekostis, Rosalia Dem, e shtuna e luleve. Pra, duke ju përgjigjur pyetjes se kur eksaktësisht ndodh kuvendimi i nënës me djalin e vdekur përmes vargut të parë, kur pra e shtunja për shpirt, kur vjen pra e shtunja për shpirt, në fakt u provua prej tyre se një kontradikt përjashtuese midis corpus juris canonici dhe corpus juris laici në këtë balladë nuk ka ekzistuar, sepse nëna janë kohë e djalit të vdekur, pse nuk e ka mbajtur fjalën, jo në çfarëdo lloj dite, por në të vetmen ditë të vitit që kisha bizantine jo vetëm e lejon, por ja kushton komunikimin midis botës së këndeme dhe botës së përteme. E shtuna për shpirt, dita e të vdekurve, e shtuna e të shumëve, il sabato dei spiriti, psikosabaton. Në liturgjinë e krishterë ortodokse festohet të shtunën para Pentekostis. Rituali përmban vizita në varret e të parëve, lutje për qetësinë e shpirtëve të tyre, por dhe pyetje për të vdekurit. Si janë, ku ndodhen, a kanë takuar ndonjë prej farefisit dhe a kanë lënë në një dëshirë të paralizuar. E shtuna të vdekurve në ritual në roman kremtohet në vjesht, njerëzit shkojnë në Varreza me ushqime e pije, meshtari u bashkohet besimtarëve, flasin për të vdekurit dhe bashkëbisedojnë lirisht me ta pa pasur asnjë peng se ndoshta kjo lejohet apo nuk lejohet pikpamjen kishtare. Kjo ditë e shtunja për shpirtën, konsiderohet giorno a liturgica, giorno senza liturgia, dhe si e tillë legjitimon dialogun e nënës me djalin e vdekur, jo vetëm në frymën e balladave popullore mesjetare, por dhe në pikpamjen kanonike. Këtu po e përfundoj, ju faleminderit.